Mëngjesi në shtëpinë e Big Brother Kosovës nisi ndryshe atë ditë. Qet, i bardh, pothuajse magjik. Kur Eliona doli në obor, hapi derën ngadalë dhe ndaloi për një çast. Para saj, gjithçka ishte mbuluar nga bora. Obori, kopshti, stolat, çdo gjë ishte shndërruar në një peizazh dimëror që nuk shihet shpesh brenda asaj shtëpie. Ajo buzëqeshi menjëherë. Bora nuk ishte thjesht mollë. Ishte ftesë për lojë, për energji, për të thyer rutinën e ditëve që nganjëherë bëhen të rënda brenda 4 mureve. Eliona u përkul, mori borën me duar dhe e shtrëngoi lehtë, sikur po testonte nëse ishte reale. Ishte e ftohtë, e pastër dhe e mjaftueshme për të zgjuar fëmijën brenda saj. Pa humbur kohë, ajo u kthye nga dera dhe thirri me zë të lartë, "Londrim. Hajde jashtë." Zëri i saj ishte plot entuziazëm, por edhe pak i fshehtë, sikur kishte një plan. Londrimi nga brenda nuk e kuptoi menjëherë çfarë po ndodhte. U afrua drejt derës, ende i përgjumur, pa e ditur se çfarë e priste. Sapo dera u hap dhe Londrimi bëri hapin e parë jashtë, Eliona veproi. Një top bore fluturoi drejt tij dhe e goditi drejtë në shpatull. Bom. Londrimi u shtang për një sekond, pastaj shpërtheu në të qeshura. Çka po ban? Bërtiti ai, duke ngritur duart për të mbrojtur. Por Eliona nuk u ndal. Një tjetër top bore, pastaj një tjetër. Ishte e shpejtë. E qeshur, e vendosur ta fitonte betejën që sapo kishte nisur. Banorët e tjerë dolën te dritaret. Disa qeshnin, disa brohorisnin, disa thërrisnin emra. Obori i Big Brotherit ishte kthyer papritur në një fushë loje. Londrimi u përkul, mori borë dhe u kundërpërgjigj. Tani ishte luftë e hapur. Topat e borës fluturonin nga të dyja anët, britma gëzimi përzieshin me të qeshura, dhe për disa minuta, loja kishte zëvendësuar çdo strategji, çdo tension, çdo mendim të rënd. Eliona qeshte me gjithë zemër. Nuk po mendonte për kamera, për lojë, për nominime. Ishte thjesht aty, në moment, duke shijuar një nga ato çaste të rralla ku gjithçka ndihet e lehtë.